informacioni që keni dhënë gjatë asaj interviste, a ka qenë i vërtet? Ndodh që ka pas ndonjë egzagerim të vogël, por në përgjithësi libri pasqyron të kalumen time dhe veprimtarin time për periudhat për cilat jam pyet. A ju kujtohet ndonjë problem në veçanti apo ndonjë incident për të cilin keni bërë ndonjë egzagerim në këtë dialog? Është të një rast kur pyetëm për si kemi arrit me bind misionin vëzhgues ndërkombëtar në Kosovë, që ushtria qimtare e Kosovës ka strukturë e cila respektohet nga nivelet organizative të ushtrisë shqiptare të Kosovës. I kom përmend dy raste. Ju e dini që në vjeshtën e vitit 98 në rezolut të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara emërohet misioni vëzhgues ndërkombëtar në Kosovë, i cili ka monitoru jo vetëm ngjarjet në përgjithësi që ka bojnë forcat serbe, por edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe veprimtarinë tonë. Sa di unë shumë herë jo taku edhe me mua edhe me njerëz të tjerë për tonë kohën sa kanë qenë në Kosovë. Kam përmend dy raste me cilat ne kemi dëshmu që jemi ushtri serioze, për ata edhe kemi marrë pjesë në konferencën paqësore në Rambuje, e cila gjithashtu është mbajt me rezolut të Këshillit të Sigurimit. Janë një rast i rrëmbimi i zërjes rob të 8 ushtarëve në zonë operative të Shalës, e që bisedimet për lirimin e tyre janë bë nga shtabi i përgjithshëm, përfaqësues shtabit përgjithshëm në Likocë dhe Dragobil, edhe për një operacion për cilën kam qenë rastësisht unë në drejtori operative dhe u zhvillu në Mitrovic, ku përmes përfaqësuesve të vëzhguesve ndërkombëtar, Serbia kërkonte që një njësiti jonin Mitrovic të dorëzohet. Ata që ndërmjetësonin nga faktori ndërkombëtar garantonin kinse fjalë të palës kundërshtare që do t'i përmbahen ligjeve dhe trajtimi i atyre ushtarëve do t'jetë sipas ligjeve ndërkombëtare. Ne normalisht ka qenë vullneti edhe i atyre ushtarëve dëshira që mos mu dorëzu. Ne kemi zhvillu një operacion për shkak se kemi pas pajisje drejtëri operative me i përgju forcat e armikut, forcat serbe që ishin në rrethim, që i kishin rrethu njësinë tonë atje, dhe e dinim koridorin ka muj me ju shku ndihmë edhe me nxerr, aty na u ka vrarë një ushtar, o plagos një, mirë po i kemi tërheq njësinë dhe pala kundërshtare është nda bukur keq aty. Në lidhje me këto incidente, ju lutem sqarojeni gjykatësve se çfarë mund të keni egzageruar në libër, nëse keni egzageruar diçka. Po unë ndoshta e kam paraqit strukturën organizative dhe zinxhirin komandues si strikt. Unë dua t'ju sqaroj që ushtria qimtare e Kosovës ka qenë ushtri e rregullt vullnetare. Pra, prej ushtarit parë dhe deri në të fundit ka qenë vullnetare, pra krejt pjesëtarët nuk ka qenë e mobilizume në bazë të ligjeve të qeverisë,
Ministrisë Mbrojtjes e tjera, por është vetë organizu në baza vullnetare. Zoti prokuror, është rregull edhe në ushtri tjera, çdo ushtri ose njësi vullnetare ka do përgjegjësi, obligime që dallojnë nga ushtrit dhe njësitë të cilat mobilizohen në bazë të ligjeve edhe urdhrave. Për shembull, në qoftë se një ushtar që vjen vullnetar paraqitet në brigadë dhe vjen vullnetar, pas një muji për shkak të shkaqeve që të ndryshme ai e lëshon njësinë, nuk quhet dezertim, se ai vullnetarisht ka ardhur dhe vullnetarisht shkon. Edhe të zbatimi i urdhrave, pas zgjiri komandues, mundet njësia, njësiti apo ushtari vullnetar mos me zbatu ndonjë urdhën edhe ai nuk përgjigjet para do të thotë organeve që ajo ushtri vullnetare i krijon për të kriju dhe ndërtu disiplinë brenda strukturës së asaj ushtrie. Pra këto janë dallimet që dallojnë një ushtri e cila ndërtohet me ligje, bazë të ligjeve dhe nga institucionet e shtetit, me ushtritë e rregullta vullnetare që vetë organizohen dhe krejt pjesëtarët, prej të parit e deri të fundit janë vullnetarë. Ky ka qenë një egzagerim shumë i vogël, jo i madh, do të thotë, por ne jemi respektu, njësitë tona e kanë respektu shtabin e përgjithshëm, do të është respektu struktura, komandanti i brigadës i zonës, por në instalimin e zinxhirit komandues duhet me pas parasysh që të njësitë vullnetare nuk shkon njëjtë sikur të njësitë të cilat ose të ushtarët të cilët mobilizohen me urdhra dhe në bazë ligjeve dhe në qoftë se i thejnë ato ligje përgjigjen para organeve drejtësisë të atij shteti.